këtu po vjen. Hajde shkojmë përpara, ky është momenti jon, sepse koha e humbur është në kurrizin ton. Fushata elektorale zgjedhjeve të 11 maj 2025 mbaroi edhe votimet, edhe numërimet, ndërsa tani nisin qokat për ata që kontribuan për fitoren e partisë. Dhe në radhën e parë nuk mund të ishte kush tjetër veç Nojzit, reperit me 100 kg të bardhë dhe jeshile, i cili më datë 2 maj në mitingun për mbyllës të Partisë Socialiste në Dibër, sapo u ngjit në podium i kërkoi shefit të qeverisë një nder personal, si ta kishte shok fëmirie. Dhe sikur qeveria të ishte tok babai. E kam dhe i kërkes. Babi im ka lind me një fshat ane që quhet Lubalesh. Nga ura Shopenzës është vetëm 2 kilometra pa shtruë bërë. Ma shtroni dhe ato rrugën shkët shof gjyshit se kam alan në Lubalesh. Dhe si mund të thoshte jo Zoti Rama e të prishte gjithë atë skenar të bukur me 2 aktor dhe 2 kilometër rrugë, teksa populli duartrokiste pa mbarim dhe tepër i entuziazmuar që Nojzi do mund të shohë gjyshin e tij fal rrugës të shtruar. E sikur të hishin të gjithë qytetarët si Nojzi, 2 kilometra këtu e 2 kilometra aty, do e bënin në Shqipërinë, Gjermani, me rrugë autostrada cep më cep. Por fatkeqësisht jo, qytetarët nuk janë të gjithë si Nojzi, këngëtar të njohur e milioner që të përqafohen me ministrin e ta verbojnë me ndriçimin e Rolexit, të bëjnë fushat për të me automjete që kushtojnë sa një apartament në kryeqytet. Asgjë kundër dikujt që ka bërë lek me artin e tij në formën më korrekte. Asgjë kundër dikujt që me rrymën dhe filozofinë e teksteve të tij ka me mira fanca në Shqipëri dhe jashtë saj. Por përdorimi politik dhe më pas përdorimi i politikës për interesa të ngushta është problem për një shoqëri të tërë. E në rastin e Nojzit kjo ka ndodhur sepse përpara se të fuste Lamborghini në macellar të Dibrës e të vijonte teatrin mediatik me këngë valle me kryeministrin, ati ishte bërë një qok në shkelje të ligjit dhe në dëm të ambientit. Futja e kamionëve dhe ekskavatorëve në mes të liçenit artificial të Tiranës. Sheshimi i hapësirës, gërmimi duke hequr barin, shkurret dhe pemët janë në fokus të punës që ka nisur prej disa ditësh në park, dhe kjo masakrë mjedisore në mes të mushkrive të vetme të mbetura në Tiranë, po bëhet sepse më datë 31 maj, Nojzi do të organizojë një koncert me DJ të huaj, ku do të marrin pjesë mira fanca të muzikës elektronike. Dokumenti i lejes për dhënien e mira metrave katror nën kamuflimin e ligjit për shfrytëzimin e hapësirës publike është firmosur më datë 30 prill nga zonja Jonida Halili, sekretare e përgjithshme në drejtorinë juridike të aseteve dhe licencimit, e cila në vend të ruajtjes me fanatizëm të kësaj hapësire ka firmosur shpyllëzimin dhe mbushjen me çakull e granit vetëm për t'i bërë qokën rigelcit, që me sa duket nuk i mjaftojnë sheshet e mëdha që kemi në mes të Tiranës, por i pëlqen natyra, pavarësisht dëmit që do t'i shkaktohet, duke përsëritur historinë një lloj me të famshmin Sunny Hill të Dukagjin Lipës, babai të Dua Lipës, i cili u prit si një hero kombëtar nga kryetari i atëhershëm i bashkisë Erion Veliaj, i cili sot është burgosur me urdhër të SPAK. E gjithë kjo zonë ka qenë e gjelbëruar e pyllëzuar, por në verën e vitit 2022, këngëtarja me origjinë shqiptare Dua Lipa mbajti një koncert të quajtur Sunny Hill dhe e gjithë kjo pjesë u shpyllëzua dhe u kthye në një vend i cili do të shërbente për koncerte të tilla, si koncerti i 31 maj 2025 i cili do të bëhet nga këngëtari i njohur Nojzi. Në të tilla raste kur zona si këto, në mes të liçenit artificial të Tiranës, në mes të gjelbërimit, në mes të mushkrive të vetme të kryeqytetit, bëhen ndërhyrje të tilla, atëherë kjo zonë duhet të rikthehet në gjendjen fillestare, pra të pyllëzohet. Por nuk ka ndodhur kështu. Nëse bëjmë një vëzhgim të thjeshtë në Google Earth, në përditësimin e datës 9 prill 2022, zona për cilën po flasim ka qenë tërësisht e pyllëzuar, por në përditësimin e datës 21 tetor 2022, 2 muaj pas koncertit të Dua Lipës, vjet re se zona e ka humbur ngjyrën e gjelbër. Në përditësimin e datës 7 tetor 2023, vjet re një ndryshim i vogël në kthimin e zonës në situatë fillestare, po ashtu edhe në muajin prill 2024, ndërsa sot jemi në kushtet kur edhe ato pemë të mbjella pas koncertit të Dua Lipës me taksat e qytetarëve të Tiranës janë shkulur për t'i lënë vend çakullit dhe zhavorit, ekskavatorëve, kamionëve, rulave. Dhe jemi në këtë situatë kur ky territor tashmë do të shërbej për koncerte, kur ndërkohë ne në kryeqytet kemi dy sheshe të mëdha, siç është sheshi Skënderbej dhe sheshi Nën Tereza, të cilët ndoshta janë të projektuar edhe për të bërë koncerte të tilla, ku mund të vendosen skela dhe më pas të çmontohen, por të bëhet një ndërhyrje e tillë në mes të parkut të madh të liçenit me mjete të rënda dhe ta kthejnë këtë territor siç e shihni, është masakër mjedisore.
Aktualisht, zona e gjelbëruar në parkun e madh të liçenit të Tiranës është kthyer në sheshpunim për mjetet e rënda, e mbushur me materiale ndërtimi për të bërë gati terrenin për montimin e skelave, e gërryer anës saj, duke dëmtuar florën dhe faunën përreth. Dëmi është evident, në një hapësirë kaq të madhe, llogaritet ekuivalente me 100.000 banor nga Tirana që privohen nga hapësira e gjelbër. Nuk duhet ndodhte kjo gjë, të prishej kjo hapësirë. Ky park duhet ruajtur në mënyrë më perfekte të mundshme. Unë nuk e shoh të mundshme që të kthehet në gjë ndërtesare, natyrisht po të angazhohen përsëri ruspat, këtu e kamionat ta heqin këtë stres që është bërë, toka vitalizohet pak a shumë shpejt, themi ndoshta edhe për një vit. Nëse ngjelet kështu siç është, do vite të tjera që të ketë mundësi një lloj gjelbrimi, diçka e ngjashme me atë që ishte. Për ambientalistin Lavdosh Feruni, përgatitja e këtij terreni mund të ketë të tjera prapaskena. Ka sheshe plot Tirana për të bërë koncerte të tilla, pa e prishur parkun. Unë shoh që ky shtrim që është bërë këtu është me një qëllim afatgjat, ndoshta, për ta kthyer një territor të pjesës urbane dhe ta përjashtosh nga parku i liçenit. Ndoshta këtu është menduar, dikush ka menduar, ndonjë investitor strategjik të bëjë diçka këtu. Të tilla pamje në mes të parkut të liçenit kanë shqetësuar jo pak edhe qytetarët e Tiranës, shumë prej të cilëve shfrytëzojnë këtë hapësirë për qetësi dhe ajër të pastër. E të mërshme. Që nuk ka pse ndërhyet e natyra për të bërë këtë gjë. Shkatrim domethënë. 100% e pa drejt. Kjo është lulisht është park gjelbërim. S'është shumë arsyeshme domethënë kjo ndërhyrja pluri, zhurma, të gjitha tjera. Neve si qytetar nuk na pëlqen normalisht. Mendoj se ka shumë gjëra tjera mbrapa. Si gjithmonë, ieri fillojmë me parking, atëherë bëjmë sola për pleq, atëherë bëjmë pallate. A do nisin të mbjellin ndonjë pemë tek tukta të bashkisë pas koncertit, apo mos ndoshta ka ndonjë plan më madhor? Kthehema 34 vjetësh këtu në vendin tim, edhe gjej këtë gjendje që nuk të pyet shteti fare. Shumë gjë ka gjë, popullsi e madhe, gjithandaj beton. Këtu mbollën disa pemë, tani janë shkull prap. Sem dakord mos hitet asnjë pllëm zavor. Kjo ka qenë gjelbërim edhe para se të përmbyshej sistemi, ka qenë vërejt rrushik. Se su rregullohi vetë, po. Duhet të reflektojnë ato të tjerë që marrin këto vendime. Dhe me që jemi te reflektimi për personat që marrin vendime, kërkuam informacion pranë Bashkisë Tiranë për statusin aktiv të parkut të liçenit, kufijtë e tij, lishmërinë e ndërhyrjeve dhe ndërtimeve në këtë park, mundësinë e ndotjes nga prania e mira personave që do të marrin pjesë në koncert dhe dëmin e mundshëm që mund të shkaktohet. Gjithashtu, me një shkresë të dytë u interesuan për një studim të mundshëm me ekspert dhe ambientalist, dëmet apo rikuperimet, investimet, kontraktorët, përfitimet, por siç ndodh thuajse gjithmonë me Bashkinë e Tiranës apo drejtoritë në varësi, nuk morëm asnjë përgjigje. Ndaj për të mësuar më shumë se pse është dhënë një leje e tillë për qok me pasojë shkatrimin e mjedisit dhe pa bërë asnjë konsultim me qytetarët apo ekspertët, vendosëm të pyesim vetë firmëtaren. Për ardhi nga emissioni Piranja, ju lutem japni për një përgjigje për filmin që keni dhënë për koncertin e Noizit. Të lutem. Keni bërë një studim? Të lutem. A keni bërë një studim? Ju lutem, na japni përgjigje. Të lutem largo. A keni bërë një studim me ekspert? Po të lutem më zotëri. Roja i zellshëm i bashkisë bëri detyrën dhe zonja Alili u largua pa dhënë asnjë shpjegim. Por e nesërmja na gjeti sërish atje, në pritje, pranë Bashkisë të Tiranës. Se Alili, mirëmëngjes, ju lutem, mund na japni një përgjigje se s'kemi pse ta bëjmë çdo ditë mëngjes këtë. Pse firmosni për shpëlqimin e parkut? Ju lutem, mund na thoni një përgjigje? Ju lutem, kush do investoj tani që ai park kthehet njësoj siç ishte me pemë? Ju lutem. Është distancën. Po distancë, po ju lutem, pse s'na jepni një përgjigje? Po or mos pret me rrek. Por çfarë po? E merakosur për distancën higjienike dhe mendimin e xhandarëve që praktikojnë mundje greko-romake me median, sekretarja e përgjithshme Jonida Alili u largua sërish pa dhënë asnjë shpjegim. Ndoshta një shpjegim për shkatrimin e parkut do duhet na jap dhe reperi Noizi në ditët në vijim. Le të presim.